Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu të i lutem të ndrojë dijet dobishme, të na mundsoj vepra të mira, sa të jemi gjallë, të na furnizojë me furnizim pastër dhe halal. Allahu të lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, të jetë ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të shëndetshme, të pastër dhe me vepra të mira. Me shpresën e Zotit po filloj me pyetjet të cilët i kemi të rezervuara për momentin, ndërkohë që nëse vëllezërit ose motrat mund të kenë pyetje direkt, mund të ndërhyjnë. Atëherë thotë, kemi parë në një faqe TikTokut, po, sepse është bërë fatkeqësisht mburim informacioni, fatkeqësisht me kuptimin që aty është e sakta dhe e pasakta, e drejta dhe e drejta, e vërteta dhe e pavërteta. Rrjetet sociale janë bërë burim informacioni, po jo burim vërtetësie. Pra pasi aty mund të ketë edhe diçka të saktë, po edhe shumë gjëra të pasakta. Ndër këto gjëra të pasakta që janë përhapur, është edhe ky postimi. Normalisht ndoshta nuk kapet mirë nga kamera. Faqja Ajla, e thoka emrin vetes, dhe po e cilësoj kështu emrin sepse dua që të marrin mësim. Mos të postojnë gjëra në fenë e Zotit për cilat nuk ka argument. Ai që reciton emrin Es-Semia, dëgjuesi pra këtë emër të Zotit, 100 herë pa folur me askënd, të njëjtën pas namazit të drekës, Allahu do të plotësoj atij ose asaj çdo dëshirë. Edhe një herë. Ai që reciton emrin Es-Semiu 100 herë pa folur me askënd, të njëjtën pas namazit të drekës, Allahu atij apo asaj do t'ia plotësoj çdo dëshirë. Larg mashtruesve, larg njerëzve të cilët duan të tërheqin vëmendjen e tyre në rrjetet sociale, siç është rasti i kësaj faqe që të vi turp që përhapin fenë e Zotit informacione që nuk ka për to asnjë lloj argumenti. A bën që të bëjmë sejdë falënderimi kur jemi pa shami? Sejdja e falënderimit nuk obligon asnjë lloj kushti. Mund të jesh pa abdes, mund të bësh sejdën e falënderimit jo nga drejtimi i qabës, mund të jesh pa mbuluar rasti i femrës apo pa mbuluar auretin siç duhet rasti i mashkullit, s'ka lidhje fare. Sejdja e falënderimit ka të bëjë vetëm me aktin e sejdës dhe nuk ka të bëjë me kushte të tjera. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Kam pa një video në TikTok dhe në Instagram, pra vazhdojmë pra TikTok dhe Instagrami, që thonë se tek çdo njeri jeton një xhind brenda tij apo brenda saj që nuk largohet derisa njeriu të vdesë. Dhe kjo gjë, thotë, kur e kam lexuar, ka filluar të më japi një ndjenjë frike. Allahu në surën Kaf tregon se çdo njeri brenda vetes tij ka një engjëll dhe çdo njeri brenda vetes tij ka një djallë, një shejtan. Për këtë arsye çdo njeri, për çdo lloj situate që i ndodh në jetë, ka dy tërheqje. Ka tërheqjen pozitive, nëse është e gjë e mirë për ta bërë, po edhe një tërheqje negative që ta vonoj, ta bëj më vonë. Po pse ta bëj për shembull? Dhe për çdo gjë të keqe ka një tërheqje pozitive ndaj saj për ta bërë, dhe një tërheqje negative që po prit se më duket po bëj gabim të rënd, ose mbasi e bën, bo çfarë bëra. Pra çdo njeri e ka këtë gjë. Në zemrën e tij, në shpirtin e tij ka një melek
engjëll që fryn vazhdimisht për mirë dhe ka një djallë, një shejtan që vazhdimisht fryn për keq, pra udhëzon për keq. Dhe njeriu priret tek natyra e tij. Nëse natyra e personit është më shumë, le të themi, te e mira, priret që dëgjoj melekun dhe mos të dëgjoj shejtanin. Nëse natyra e njeriut priret tek e keqja, atëherë ai, se më thënë, ka prirje që domethënë të dëgjoj shejtanin. Për këtë arsye, përmendja e Zotit sa më shumë bën që frymëzimi i shejtanit bllokohet, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kur ka komentuar ajetin kuranor të surës An-Nas, ku Zoti thotë alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min al-jinnati wan-nas. Ai i cili fryn dhe frymëzon zemrat dhe gjokset e njerëzve, i ngacmon për keq, i nxit për të keqen. Ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thotë sa herë që përmendet Zoti, khannes, bllokohet shejtani. Sa herë që përmendet Zoti, ai nuk mund të bëjë frymëzim. Për këtë arsye, thot për shembull në hadithin e zgjimit për sabah, nëse zgjohet dhe përmend Allahun, i zgjidhet një ny. Nëse zgjohet dhe përmend Allahun, i zgjidhet një ny. Nëse merr abdes, i zgjidhet një tjetër, dhe nëse fal namaz, çlirohet plotësisht. Pra, çdo një e ka këtë, po kjo nuk do të thotë, siç thot personi që ka bërë pyetjen, të trembet, s'ka gjë për të tremb këtu. Nuk ka gjë për të friksuar, nuk është me atë kuptimin shumë, si më thon, të rëndomt, që kemi xhin trup apo po, do të fillojnë dridhjet nga momenti në moment. Këtu nuk bëhet fjalë për kështu lloj kapje xhindësh apo zënje xhindësh. Këtu bëhet fjalë për diçka komplet tjetër dhe s'ka lidhje me këtë fare, prandaj dhe nuk ka vend për panik as për shqetësim. E rëndësishme është që mos të ndjekim udhëzimet e shejtanit. Kjo është e rëndësishme, po pjesa tjetër nuk është për të bërë merak, kur i thonë. Kam kunatin tim që ka shumë probleme dhe kam quhe ke një hoxh dhe i kanë dhanë 1-2 lym tokë si shpërblim, pa ai nuk po bën asgjë, madje ai i mbledh xhindet dhe i shpërndan. Ti isha unë vend këtij hoxhës, ju kisha marrë juve 100 lym tokë. Po zaten hoxha gjen budallëj edhe bën. Normal, bravo i qoftë hoxhës. Gjen pa bën. Që ky që ka hoxh tamam. U alargoi, unë thot më jepni 2 lym tokë. Ky e pas ka kuptuar jetën siç duhet. Mirë, po thot s'po na bën gjë. Pas normalisht. Kështu që ju mos e jepni tokën. Se e jepni. Kur të zgjidhsh punën komplet, do ta japim. A i shef thot hoxha xhindët, po që me xhind i xhindosur, po. Po që me xhind i shef, se njeriu normal nuk i sheh, hoxha normal nuk i sheh, rukigjiu normal nuk i sheh. Ama po që ai veti xhindosur, që e kanë zaptu dreqnit dhe shejtant dhe perrit, po atëherë i shef ai, i shef, nuk e ka problem. Ose kur ka marrveshje, siç thotë këtu, i mbledh edhe i shpërndan. Në momentin që hoxha i mbledh dhe i shpërndan, do të thotë se është pjesë e sistemit. Është pjesë e sistemit. Kështu që larg këtyre mashtruesve dhe larg këtyre sharlatanëve, edhe mos bëni gabim me u dhoni 2 lym tokë, as i metër mos i jepni. Ej Zoti, më. Kur të më hodhi hoxha më gjyq tani. Se është puna me prindërit që i shajnë fëmijët e tyre për gabimet e kaluara, edhe pse ata po i ndreqin e po punojnë 16 orë në ditë për të ndreqë, si më thënë, problemet e kaluara. Se është puna sepse i krahasojnë me fëmijët e tjerë, i ngulin përpara njerëzve, i shajnë në sytë njerëzve. Dhe s'ka ndodhur ndonjëherë që të nxjerrin një fjalë të mirë për t'u dhënë krah fëmijëve të tyre. Këta janë prindër adoleshent të papjekur,
Njeriu në huj që s'ka lidhje s'është fëmia jot, gjaku jot, kur bën kthesë, kur përmirësohet, i jep, si më thën, i flet fjalë të mira, e inkurajon, i përmend të mirat, e afron, i huj. Po fëmia jot. Kështu që kanë ndru vendet në këtë rast, prindërit që e kanë fëmijë, e fëmijët që e kanë të pjekur si prindërit. Kanë gabuar një jetë, tani janë kthy, po punojnë, po derdhin djerës, po munohen me korrigju të kaluar në bravo, që 16 orë në ditë, ku ka fëmijë sot që punojnë 16 orë në ditë. Ndërkohë që prindi vetëm keq. Ju duhet duroni, bani sabër, s'ka problem. Ndoshta kjo që po ndodh për prindërve tuaj është një lloj pastrimi për ju, ose një lloj ngritje gradësh, po durut, po nuk u shprehet, po nuk shprehet pa kënaqësi, s'ka problem, le të flasim. Njerëzit i tregon puna, njerëzit i tregon, si më thën, kontributin në jetë. Njerëzit e tjerë që janë jashtë do a kuptojnë. Po edhe po se kuptuan, ju t'jeni mirë me Zotin, jeni në rregull. Kështu që durojeni këta prindër se ju a ka bo Allahu sprovë. A është normale që një orë xhamiet vej çmim për të lexuar rukjet, kërkoj 200.000 lekë për person, pasi isha të një orë xhamie në X qytet, ka përmend emrin e qytetit, dhe ai e bëri këtë. Domethënë u mërzit kur ne i dham sa na u shkëput prej zemre, pra ne i dham 100 euro, ishim 4 persona, ndërkohë që ai donte 200 euro për person, duke pas parasysh se ne nuk kishim bërë pazar në fillim, pra nuk kishim rënë dakord për diçka, po ai kërkoi 200.000 lekë për person, mbasi e mori vesh që ne jetojmë në Gjermani. Vallai, shumë i keni dhënë dhaq. Se një orë që vend çmimet sipas vendit ku jeton njeriu, ky orë Allahu e mëshiroft, Allahu soft. Ai që bën rukje tregon fillimt. Unë për këtë përkushtim që po bëj ndaj teje, koha ime, energjitë e mia, punët e mia që po i lej mangët, kushtojnë kaq. Nuk ka problem, le të vej çmimin sa det, si puna e tij përpara që kishte vuj 2 lym toke çmimin. Nuk ka problem se sa e vend çmimin. Ora vëlla thot unë tani po përkushtohem për punët e rukjes, se di kushtohet pse morin parë këto. Dakor, vëlla është një person i cili është përkushtuar kësaj pune, gjithë dita ikën për këtë punë. A do të haj, a do të pi, a ka fëmijë, a ka shtëpi, a ka qera për të paguajt, a ka shkollë për të paguajt, për kalamojt e ku dëgjon hallet, sikletet, smundjet, a ka prindër ky as ka. Si merr lekë ajo, po kënon fjalën e Allahut, po ky nga jeton me oksigjen. Do të haj, do të pi, do të jetoj, do të etj. Pra nuk ka asnjë lloj problemi që hoxha që merret me këtë punë i vjen një çmim. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi, fetarisht. Në momentin që ky abuzon pastaj nga jeti, Allah nga Shqipnia, 10.000 lekë. Nga ke arti, për Amerike, $1.000. Ky pastaj quhet nona. Ky quhet nona. Kjo punë në tregti nuk lejohet, që me ndryshu çmimin sipas klientit. Në tregti nuk lejohet, po në fenë e Zotit nuk lejohet, që nuk lejohet, nuk ka dyshim. Prandaj për kushtimin tënd ke drejt kërkosh kompensim monetar, material, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sepse këta e kanë bërë shokët e pejgamberit, alayhis salatu wassalam, dhe pejgamberi se nuk i ka qortuar. E ka miratuar, e ka pohuar një gjë të tillë dhe madje ka kërkuar që të jetë me ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Deri këtu s'ka problem. Momentin që nga ishi ju, nga Gjermania, për person në kokë, kjo nuk lejohet fetarisht. Kështu që nuk keni bërë mëkat që i keni dhënë vetëm 100 euro, unë biles them i keni dhënë shumë. I keni dhënë shumë. Prej natit po e them këtë që i keni dhënë shumë. Nëse nuk e kapim arkivolin 3 herë para se ta ngrejmë, a është mëkat pra ose a duhet ngritur 3 herë arkivoli, e bën kështu, është arkivoli, e kapin, e ngrejnë një herë, e ulin, e ngrejnë një herë, e ulin, e ngrejnë dhe një herë, e ulin, pastaj e marrin.
Kjo është bidat shqiptar. Sajesja ekziston vetëm në Shqipëni, s'ekziston asnjë vend tjetër të botës. Kështu që nuk e di se nga e kanë marrë, nuk e di se nga çfarë historie, legjende, çfarë pralle mund të kenë dëgjuar, po në fenë e Zotit kjo gjë nuk ekziston fare. Për këtë arsye xhenazja kapet një herë, bismillah, edhe ikin njerëzit, nuk ka nevojë duke bosh tanga me arkivolin, nuk ka nevojë me bosh tanga me arkivolin. A mund të theren gjatë tyre 10 ditëve të Muharremit pulat, apo të thyen vezët, apo të hahet mish, apo të bëhen kurbane, sepse kemi dëgjuar që është keq. Larg budallëve, s'ka lidhje kjo gjë me fenë e Zotit. Edhe pse kemi në muajin Muharrem, edhe pse janë këto 10 ditë e para të muajit Muharrem, në fenë islame nuk ka kështu besëtnie, që në këto 10 ditë s'theret gjë, s'hahet mish, nuk hahen vezë, apo nuk thyen vezë, ku dëgjon atje, gjitha këto janë besytni që nuk kanë lidhje me fenë e Allahut. O bë 2 vjet që bëhem shumë shpesh xhunub natën. A mund ta kem këtë nga një xhin i dashuruar? Jo, më vëlla, martohen e bjerë atë. Hiç çfarë, s'ka lidhje me xhin muhabet. Kjo tregon se ka filluar alarmi të ndizet e duhet martohesh. Po pse më ka shkolla që i puna xhinve, por si e kanë bë punë në xhinve, sikur më qenë val interneti, Wi-Fi. Jam e mbuluar, mirë po edhe më kap në njerë mërzitje se nuk kam shumë dituri nga feja islame. A ka kjo problem që nuk përputhet mbulesa ime me njohuritë e mia mbi islamin? Kjo është për shejtanit. Pra shejtani mallkuar mundohet që të thotë, ke bosh shpejt, je ngut. Duhet dishe më shumë, duhet të bësh një herë dietare e islamit, pastaj të vendosësh shamin. Po Zoti thotë në Kur'an, thuaj grave të tua, o Muhammed, vajzave të tua dhe besimtareve që të derdhin shamijat nga koka në supet e tyre, mbi xhilbabet pardesyt e tyre. Kështu që ajeti nuk thotë masi të bëhen dietare, masi të dinë gjithçka mbi islamin. Okej, muslimani duhet di çfarë i nevojitin. Dhe nuk është kusht që një femër që ka xhami ti përgjigjet çdo kujt që e pyet, se ndodh edhe kjo. Ndodh në një takim, e shohin me shami e pyesin të gjitha. Kësaj i lejohet që thotë nuk e di, edhe s'duhet të ketë turp. Unë me vërtet kam vendosur shamin, por nuk është se jam teologe ose jam hoxhesh. Nuk është se di gjithë fen, unë kam vënë shamin se është obligim, po nuk mund të përgjigjem për gjithçka. Edhe mbaroj historia. Pra nuk është kusht të dish gjithçka, po të ndihesh keq pse nuk di të përgjigjesh për gjithçka. S'ka lidhje fare, kjo është lojë e shejtanit. Është si puna aty në që ta mos e lë mjekrën pas ditë e islamin. Për çfarë lidhje ka? Mjekra duhet lënë se është obligim. S'ka lidhje, s'di. Por kundrazi, edhe pse ke mjekër, nuk duhet përgjigjesh kur s'di, duhet të thotë nuk e di. Po të thotë, po ti që e ke mashallah, po s'ka lidhje, mashallah jam unë kështu, si kallup. Po kjo nuk do të thotë që të kemi informacionet e duhura për të dhënë përgjigje. A marrim gjuna sepse s'flasim me njerëz dhe fisit sepse ato s'na ofrojnë vetë, dhe sa herë që jam mundu me i afru ato na urin poshtë dhe sillen keq me ne. Ka ndodhur një rast i tillë në kohën e pejgamberit sallallahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse është kështu siç thotë, domethënë ata i hedhin vetes prush nga xhenemi, ndërsa ty të obligohet xheneti. Që do të thotë, ne asnjëherë nuk duhet shkëputemi pavarësisht sjelljes tyre. Pavarësisht sjelljes së tyre. A lejohet në islam përdorimi i vajit të kanabisit? Nëse është diçka që përdoret e ligjëruar, e moderuar nga ana mjekësore, shkencore, etj. Dhe që s'ka zgjidhje tjetër, mendoj që nuk ka problem. E rëndësishme është të jetë ligjore çdo gjë dhe mos të jetë jo ligjore. Jam e martuar dhe vjera më bën magji, e kam parë dhe e ka pranuar dhe në syrin e djalit, duke thënë që i kam bërë magji nusës që të mbylli gojën se e ka të gjatë.
Made in Albania. Jetojmë në Shqipëri. Ky është produkt shqiptar bio. Doja të bëj një pyetje, jam e martuar dhe vjera më bën magji. E kam parë dhe e ka pranuar në sy të djalit, duke thënë që i kam bërë magji nuses që ta mbylli gojen se e ka të gjatë. Çudi e madhe. Çfarë qëndrimi thot duhet bëj burri në këtë rast dhe çfarë qëndrimi duhet mbaj unë? Vallai për Zotin e madh, kjo vetëm nën nuk e ka emrin. Çdo gjë mund ta ketë emrin, kjo krijesa, po vetëm nën nuk është, se një nën nuk i bën magji. Fëmijës vet, nusi është si fëmia. Një njeri normal nuk bën magji. E jo më në familje dhe në shtëpi. Për këtë arsye, djali e ka nën, ku ta çoj? Është nën. Ndërsa ti ndaj kësaj krijese nuk ke asnjë lloj obligimi, je e liruar nga të gjitha obligimet. Përgjegjësinë e majun Ahmet Kalaja. S'ke asnjë lloj detyre ndaj kësaj. S'ke asnjë lloj detyrimi ndaj saj, siç kanë përgjithësi, le të themi nuset ndaj vjerrave të tyre në kuptimin e asaj që është tradita jonë, që ne jetojmë dhe kemi trashëguar. Dhe në këtë rast nuses i lejohet që të dalin vete. Të kërkoj dalin vete, po desh, i lejohet fetarisht mos të jetoj me këtë krijesën. Përveç se nëse ajo tregon ku e ka lënë magjin, pendohet, bën tobe, pra pendohet tek Allahu sinqerisht, prishet magjia, shkatërrohet, tregon emrin e magjistarit me të cilin ajo ka bashkëpunuar, prishet magjia, shkatërrohet gjithçka, pendohet, fillon namazin, kjo krijesa kalon nga krijesë në njeri, bëhet njeri. Dhe nëse bëhet njëri, atëherë, okay, mund të rikthehen raportet. Për ndryshe, Zot na ruaj. Në këtë video tregohet se nëse thua dhikrin që është përmendur ky dhikr, pra 70 herë para se me flet gjumë, do ta shohësh në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Desha t'ju pyes juve, a është kjo e vërtetë? Larg budallëve, larg mashtruesve, larg xahilave, larg rrjeteve sociale që kërkojnë të tërheqin vëmendjen tuaj dhe të harxojnë kohën tuaj të shtrenjtë dhe të shenjtë. Nuk ekziston në Islam ndonjë dhikër i tillë që po ta thush 70 herë para gjumit, sheh në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Larg mashtruesve, larg xahilave, larg informacioneve të pa analizuara dhe informacioneve që nuk janë të konfirmuara nga burimet sakta. Se di, domethënë kur do të heqim dorë ne nga besimi i çdo gjëje që na del përpara. Se di. A është e vërtetë që nga data 6 korrik deri me 16 korrik të vitit 2024 nuk lejohet të theret asnjë lloj kurbani? Jo, nuk është e vërtetë kjo gjë sipas Islamit. Sepse besohet se është një kohë që është një lloj adhurimi i veçantë, duke qenë se kemi hyrë në muajin Muharrem, edhe kurbanet bëhen mas kësaj date gjasme etj. Kjo s'ka lidhje me fenë e Zotit, nuk ka lidhje me fenë e Allahut. Është një pyetje që është përsërit shumë herë, nuk e di pse përsërit kaq shumë, a lejohet emri të vdekur të përtërihet tek fëmijët e sapo lindur, sepse gjithë po më gjykojnë për atë që kam bërë me fëmijët e mi, nga që ju kam vënë emrat e prindërve dhe të gjyshërve. Bravo, mashallah. Shumë mirë, bravo të qoftë. Nuk ka gjë më të mirë. Unë këtë besim kam, nuk ka gjë më të mirë se sa ripërtëritja e emrave të prindërve tanë dhe të gjyshërve tanë. Nëse emrat e tyre kanë qenë emra, tamam. Ku ka emër më të bukur se sa emrat tonë, vallaj, për Zotin e madh.
Pse mos të ripërtëriten emrat e prindërve tanë, e gjyshërve tanë, pse mos të ripërtëriten? Ku ka më mirë? Kjo do ishte gjëja më e mirë dhe do ishte sugjerimi më i mirë. Kështu që stresi zero dhe larg budallëve. A është e vërtet që është ndaluar në Islam të mbartim simbole të cilat janë, domethënë, të krijesave me frym, me shpirt? Po, është e vërtet. Është e vërtet, nuk lejohet në Islam që të mbartim as piktura, as varse, as kështu gjërash për të gjallësave, nuk lejohet në Islam. Prapë edhe një pyetje që është bërë dhe herë tjetër, por nuk ka problem hajër, inshallah, thotë, është e vërtetë që nëse thua 72.000 herë la ilaha illallah dhe e bën niyetin për të vdekurin apo për të gjallën dhe i shkon, nuk ekziston kjo gjë. Flas në Islam, se kështu e bëjnë, këneja ne gjitha ne e bëjnë, po flasim me Islam nuk ekziston. Kam parë në ëndër se kur po bëhesh anuse dhe baba i vdekur po më përcillte, më kanë thënë që është ëndër e keqe. Sipas Islamit është e vërtet larg budallëve, se ekziston këto gjëra në Islam fare. Kështu që stresi zero. Kemi një rast, jetojmë thotë jashtë dhe vajza është e lidhur me një jo musliman. Ne thotë do të ndërpresim lidhjet me vajzën tonë apo ti mbajmë lidhjet me shpresën se edhe ai mund të bëhet musliman. Para jemi përballë një fakti të kryer për diçka që ka mbaruar. Unë nuk jam që të shkëputen marrëdhëniet, po inshallah taala personi bëhet musliman, dal nga dala vash avash. Normalisht në Islam kjo nuk lejohet, pra ta dim, ligji i Islamit është që nuk lejohet, dhe se një martesë e tillë konsiderohet zina. Po çfarë bëjmë tani ne, thotë, atë shkëputem? Jo, unë nuk them që mu shkëput, sepse pse me humb fëmijën? Fëmia është fëmia jot. Pavarësisht zgjedhjes të gabuar që ka bërë, kështu që Zoti e lehtësoft, Allahu e lehtësoft. Janë shumë pyetje që kanë ardhur për emra. Ne kemi një rregull për emrat. Kemi thënë, emri nëse ka kuptim të mirë, lejohet edhe nëse është në gjuhë të tjera përveç gjuhës arabe. Pra nuk është kush patjetër një emër tjetër arabisht, mund të jetë emër shqip, nuk ka asnjë problem. Është e rëndësishme të ketë kuptim të mirë. Nëse ka kuptim të mirë, jemi okay. Jam 17 vjeç dhe fal 5 vakte namaz, lexoj shumë Kur'an dhe kam shumë dëshirë të mësoj sa më shumë për Islam. Mirë, po kam vezvese për ngacmimet e shejtanit dhe nuk mund të koncentrohem, pra të përqendrohem mirë në namaz. Sa herë që filloj namazin, shejtani më sulmon me vezvese dhe më sjell figura përpara. S'ka lidhje fare këtë, muhabete kalamajsh. I çfarë ti fal namaz, mos i mbyll syt që mos dalin figura përpara dhe mbaroj historia. Ja po mbin menime, po mbin çfarë ti lidhu namaz, Allahu Akbar dhe mbaroj historia. Para një viti shkova tek një njeri që supozohej pra të ishte një hoxh dhe më tha që ke magji të ngrënë, më dha ujë të kënduar, pastaj shkova prap, pastaj më dha një hajmali. E rëndësishme, larg këtyre njerëzve, larg këtyre njerëzve që ta gjejnë më një herë. Takti thotë ti e ke kështu, direkt, larg këtyre njerëzve. Edhe larg këtyre që bëjnë hajmali, largohuni prej tyre. Këshilla ime për hatër të Zotit.
A është haram kur pas tazanive lëkura e barkut deformohet kogja pra goxha dhe duket keq, a është haram të bëjmë ndërhyrje për me heqat lejohet, s'ka asnjë problem. Tolerohet për gjinin femërore në zbukurim, çfarë nuk tolerohet për meshkujt. Kështu që në këtë rast, për shembull, ka tolerancë absolute. Kështu që mundohet dukesh sa më bukur për burrin tat dhe je në rregull. Vajza ime është studente dhe sapo hapi kuletën gjen një qese me një gjë si gjak brenda dhe më erë shumë të keqe. Edhe ishte para provimit dhe thot kur u futa në provim më fshi gjithçka. Gjithmonë kur kapen ose gjihen gjëra të tilla të dyshimta, futen ujë të kënduar, ky ujë i kënduar le të ketë brenda uthull dhe kri. Pastaj uji hidhet dhe qesja, gjëja digjet. Nëse nuk janë mundësitë dhe kushtet, digjet. Ti vjet flaka dhe digjet. Dhe asnjëherë, jo siç thon të paditurit, ignorantët, hidhen lum. Se kur e hedh magjin në lum ose në prua, do të thotë se e ke ruajtur përjetësisht. S'shkatrohet më. Njëri tha, gjeta ta po e hudha në banjë. Tash mirë e ke bo se e ke rujt deri në ditë kiametit. Kështu që s'ka dyshim që kjo që ka gjetë goca është magji, po ka desh vepruar me të siç duhet. E kam gjyshin 90 vjeç, ai falte 5 vakte, tani është rrëzuar dhe nuk falet më. Duhet falet gjyshi, përdesa e ka komiteti qendror në rregull, duhet falet. Edhe pse është rrëzuar, falet unë, falet shtri. Po urina i del e bëhet pis, s'ka problem fetarisht. Allahu nuk e ngarkon njeriu tej dhe jashtë mundësive të tij. Përderisa truri funksionon, njeriu duhet falet, edhe nëse do të ishte i gjithë i paralizuar. Falet me mend. E mendon veten Allahu Ekber, sikur është në qiyam. Lexon Fatihan, ashtu i paralizuar. Pastaj bjerë në ruku, pastaj çohet për ruku, pastaj bjerë në sejdë, pastaj çohet për sejdë. Me mend, me sy, me kokë. Namazi bie nga muslimani vetëm nëse çmendet, vetëm nëse vdes, vetëm nëse është në gjumë, vetëm nëse harron. Dhe femra nëse është me ato të vetat. S'ka arsye tjetër në Islam që mos të falet namazi. Allahu letësoft. E kam familjen në gjendje shumë të mirë financiare dhe tani që jam e martuar më thonë që të kemi dhënë boll kur ke qenë në familje, tani e ke çdo gjë tek shtëpia e burrit. Dhe më vret ndërgjegja ose më kap xhelozia kur shoh që ata nuk kanë asnjë problem financiar, ndërsa unë në familjen e burrit kemi akoma vështirësi të mëdha financiare. Çfarë më bë? Mendje shqiptari. Na martu tani, s'kina se lloj detyrimi ndaj teje, e ke burri. Kjo nuk është Islam. Kjo nuk është Islam, kjo është xahiliet, ignorancë. Goca edhe pse është martu, përderisa janë kushtet dhe mundësitë, pse mos më animu? A është ndryshe për shembull kur s'janë kushtet, kur s'janë mundësitë, e janë fëmijët e tjerë në shtëpi e tjerë. Do të thonë me martesën e fëmisë i ke largu përgjegjësitë. Por kjo nuk do të thotë që fëmia të vuj e prindit i thotë gjë se i ke burri gjitha. Po nuk i ka pra gjitha, se po ti kishte nuk kërkojte tek ju. Jem në hall të madh me babën, friksohet të rri në shtëpi dhe ka shumë xhelozi, ka ardhur puna deri tek marrëdhëniet me nënën tonë, ai akuzon dhëndrin. Pra është ekstrem xheloz pas një lloj arsye. Çojeni, knojeni diku, ta morin a një, për sipër. Ose çojeni në spital pastaj. Çfarë më bën, subhanallah. Ky njeri ka nevojë me knu ose ka nevojë me çun spital për në gjilpër të vinë të rrezi.
I tesh po fillon vera, do të thonë tani. I tesh, do të thonë tani, po fillon vera. Dhe unë kam qenë që të filloj të punoj, jam 17 vjeç e nuk dua që të punoj, që të blej për vete, po të ndihmoj mamin ekonomikisht. Mashallah, mashallah, Allahu të rujt. Kam gjetur një punë që kam mundësi ta bëj, por ka një problem, një punë që përmban në vetvete dhe alkool dhe nuk të lën të falësh xhuman. Larg kësaj pune, mos e plotso mo, iku. Shif gjë tjetër halal. Para 12 ditësh më gëzoi Zoti me një djalë dhe desha të bëj një kurban. Po desha me vetë pra të pyes a bën ditën e Kurban Bayramit apo para Kurban Bayramit. Bëj kurban ditën e 7, s'ka lidhje me Kurban Bayramin, është muhabet tjetër. S'ka lidhje fare, kështu që a duhet ta shpërndajmë gjithë për fukaret? Jo, mund ta hani gjithë në vetme, bismillah, hyni dashit nga fillimi deri në fund. 2 deshve me fjalë, ose shpërndaj ose bë çfarë dush, s'ka lidhje. Ka tolerancë. Jam e fejuar prej 2 vitesh dhe i fejuar im është shumë xheloz, nuk më le të shkoj as kund pa atë. Kur dalim bash, çdo herë më thotë që të mbaj kokën ulur, larg këtij me që jenë fejes. Qera i çmen. Pas ka lut menç. O Zoti i madh, më pas burr këtë. O Zot. O Zot, më pas burr këtë. La ilaha illallah. Kur i tregoj atë dy shtëpisë time thotë, çfarë bën ai? Thotë, ai mban qëndrim. Që ka kështu, që ka burr me namuz. I kam thënë që nëse sillësh shumë do të ndahem, thotë, unë nuk të lej kurr. Po, nuk të lej kurr. Këshilla ime për raste të tilla skizofrenie është i pidurët sa jeni në fejes, shif jetën tate, sepse këta njerëz të ta nxjin jetën sa ti je gjallë. Kur tani në fejes, po me pas fëmijë me këtë. Këtë burgos, ta bjerë ushqimin nga dritarja, se po të dalësh jashtë, shef meshkujt e huj. Ose, tregoj këtë videon time, të gjë kështu ka thonë hoxha, kom pyet hoxhën, inshallah po ftjellohet, po i vin mend, se nuk mund të jetë ky më xheloz se pejgamberi alayhis salam. S'është sjell kështu pejgamberi sa me gruan e tij. As nuk është sjell kështu pejgamberi sa me gocat e tij. Nuk është sjell kështu. Nuk e ka thonë mos dilni jashtë, nuk e ka thonë s'mund dilni pa qenë me ju. S'ka thonë kështu pejgamberi alayhis salam. Ky nuk mund të jetë më i mirë se sa pejgamberi alayhis salam. Ky nuk mund të jetë më i mirë se sahabët që i leshin gratë të tyre me punu. Së shkoj dish sahabët grave mrapa, që po punon gruaja, apo shef, apo s'po shef. Sepse nuk kanë qenë të çmend, s'kanë qenë skizofren. Kanë qenë njerëz normal. Dhe njeriu normal nuk i rrin grus në gjithë. Njeriu normal ka punë, ka jetë, ka sfida në jetë, ka qëllime në jetë, ka objektiva në jetë. Jo me net grus, roje, sigurie. Kështu që tregoj po deshe, videon time të kështu ka thonë hoxha tu, kështu që ose illu mirë, ose selam aleikum, edhe përgjigja kështu me buzëqeshme, aleikum selam. Borri im thot ka fillu më fal 5 vakte shumë i mirë, thot mirë për kur në zefe, thot bëhet shumë i keq më shanë mu dhe familjen time me lisë shpije. Ka i herë kërkon Allahlikun, po thot pastaj vazhdon prap. Mirë po unë e dua fort këtë thot. A bëj gabim që ose dëroj? Pa ja bën mëkat? Hajrë inshallah, Zoti e letësoft. Subhanallah. Pritet që kur njëri fillon namaz të largohet nga këto muhabete. Bëhet sebeb të për gruan e tij që të udhëzohet e ku dëgjon e tjerë, pa të shohë tjetri, si ka qenë njeriu ky, si u bë mas namazit. Ndërkohë që shohim transformim tjetër për tjetër nga trup dosjet. Vetëm për shku dosjet këtej, kanë shku dosjet këtej. Sabër, po durove, Allah ta shpërblet.
O, Allah na falë, Zot. Është dikush që në ka shkruajt disa ëndra, por unë nuk komentoj ëndra. Fare, nuk merrem fare me atë sport, sepse është sport që shqiptarët e kanë shumë qejf, edhe vetëm filloj të komentoj ëndrën, të gjitha pyetjet deri në ditë kiametit do të jenë për ëndrat, se ne jemi popull që e ndrojmë shumë, mashallah. Kështu që ëndrat janë në dorë të Zotit, e me lejen e Zotit, e me dëshirën e Zotit dhe me vullnetin e Zotit. Çfarë janë ëndrat mira, merrni frymën pozitive dhe optimiste në to. Çfarë janë ëndrat të këqija, thoni 3 herë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e s'ka për të ndodhur asgjë e keqe, edhe selamu aleikum, aleikum selam. Kemi një mosmarrëveshje në familje. Jam 43 vjeç, jam rrit pa nën, babai më ka vdek para 7 vitesh dhe jetoj bashkë me njerëkën dhe fëmijët e saj. Ka një kohë gjatë që njerëka shkon në terapi dhe është e shoqënuar me një burr i cili i ndihmon e i bjerë në shtëpi dhe ajo e konsideron atë si vëlla. Por unë para 4 muaj që tash motrës të thot nënës pra njerëkës se nuk na bëhet qefi neve si fëmijë që atakohet me këtë burr kaq shumë shpesh. Dhe motra i ka thonë nonës vetë, e ajo më ofendoi duke më thënë se më ke fugë, më ke hedhë, fugë, të më thonë më ke hedhë. Dhe se ajo nuk më bën halal, se këtë liria ka pasdon dhe baba im i ndjerë. Dhe u bo kaq muaj që njerë ka më nuk më flet, as nuk më prek, sepse është e zemruar prej meje. Hajrë, inshallah, së di. Këto lloj muhabetesh nuk i ndajmë dot me pyetje përgjigje. Këto lloj muhabetesh nuk i ndajmë dot me pyetje përgjigje. Zoti e lehtësoft. U bë një kohë që unë përjetoj një paralizë gjumi etj. Është ai muhabeti që shtrëngohen njerëzit në gjumë, do me foles flet etj. S'ka gjë fare për t'u bërë merak, e para. E dyta, boj ato namazet në rregull para gjumit, dhikrin etj. E treta është një lloj dhikri shumë i thjesht. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë para gjumit. Allahu të vesh me një mboroje, s'ka gjin në botë që ta bëj këtë muhabetin. Boje këtë gjë para gjumit dhe selam aleikum. Është një xhami thot në qarkun e Beratit thot që Bashkia e Kuçovës e ka bllokuar. Ky problem duhet zgjidh atje. Domethënë do të shku kemi ftinia e Beratit, do të trajto problemi dhe zgjidhet besoj. Varet se ku është problemi dhe çfarë qëndron mbas këtij problemi. Pra të shkohet në këtë rast tek ftinia e zonës, pra që është Berati në këtë rast, edhe zgjidhet problemi, besoj nuk ka asnjë lloj problemi. Kam dëgjuar se hidrogjeni mbështjell flokun edhe nuk e lën të dëbërtoj uji. Pa vlen kjo kur rritet floku dhe ngjyra del për rrënjës flokut. Se unë kam të lyme me ngjyrë me hidrogjenet, po s'ka problem, stresit zero. Mos e vrit me një në rregull, gusti është në rregull, abdesi në rregull. Jam e martuar prej 9 vitesh, para 7 muajve kam ardhur në Gjermani tek burri mi, pra më kuptova që burri përdor marihuanën. Si i thon kështu në gjuhë? Hashash po. Dhe më thap që e përdor rrallë 3-4 herë në muaj. E rëndësishme duhet me e këshillu, me që është kjo distancë kaq e gjatë, dashuria për ty dhe malli për ty, ndoshta e ka përdor që të humte mendjen dhe të ftofte mallin për ty,
Tani që ka ardhur ti, inshallah do ta largoja avash avash. Kështu që me këshillu, me kujdes, dhuroj dashuri, afroje ke namazi, edhe inshallah taala s'ka për ta përdorur më. Kam 2 vjet që po mundon shpirtin, kam bërë një gabim shumë të madh, kam shkuar tek një fallxhore dhe kam pyetur si kureshtare që jam unë për jetën time dhe më ka thënë që do të ndahesh me këtë djalin që ke dhe faktikisht unë jam ndar, por akoma e dua këtë djalin. Nuk e di domethënë se si. E para ke bo shumë gabim që ke shku ke fallxhoria, se ku shkon ke fallxhoria apo tek fallxhori del nga Islami. E dyta kjo ndarja kanë mos se është shkruajtur me prej Zotit. E treta, nëse ti ndjen akoma për këtë që je ndarë me të, uluni, merruni vesh, sqarojini gjërat edhe bashkohuni prap. Edhe larg budallëve, thot Hoxha. Ja dhe një shpikje tjetër e faqeve të Facebookut. Urdhno faqja, jo faqeve të TikTokut, i TikTokut, nga jeti i TikTokut. Ja si e ka emrin faqja. E kap. Faqja quhet Feja Islame. Unë pse nxjerr emrin sepse dua ti demaskoj. Që ja emri i bukur, Feja Islame. A e dija që na thot Feja Islame këtu? A e dini se ujku është kafsha e vetme që mund të hajë xhinin? Nuk ka kush i arreston. Nuk ka kush i fut në burg këta njerëz, sepse me të vërtet janë shtuar shumë, e po të futeshin kjo lloj rrace në burg, nuk do të kishte burgje më për tjerët. Kështu që boni qef me budallënjt, se s'ka kush i fut në burg. Ja dhe pyetja tjetër. Ndoshta se kap, e lexoj. A është gjuna, thot se kemi qenë tek një hoxhonic, do të thonë hoxhesh, hoxh femër. Na ka thonë për 7 zani, na i ka thonë 3 dryna. Me fletën në ta se më ka thonë anin e bebes e ketë ngushtë dhe këta dryna do ta hapin. O, ju hapë koka, ju hapë kësaj. Ju hapë koka kësaj hoxhenicës. Inshallah i hapet koka në i dite edhe i din mend. Kjo nuk është hoxhenic, kjo është mashtrucenic. Kjo është mashtruse, magjistare. Kështu që larg magjistareve edhe nëse duken kështu si hoxhesha, si teologe. Se magjistarja për të mashtruar njerëzit bëhet hoxh, bëhet prift, bëhet guru. Ma në menat gurun që batar të tere, Shqipni, su boni do bi guruja, gjithë shku në burg, shkretin, njëni mas tjetërit. E rëndësishme, kështu që s'ka lidhe këj muhabet, kjo që e ka kokra e mashtrueses, kjo që e ka nona, kështu që larg këtyne mashtruesve dhe mashtrueseve. Unë jetoj thot jashtë, i vdiq vjerës vllai dhe mas vdekjes mori një shishe ujë me vete, dhe atë natë, në bas varimit boni si kur e harrojt e dhoma ime, unë janë nxorra jashtë, sa herë që unë shkoj pa lajmëru e gjej shishen ke dollapi rrobave. Dhe çdo natë që kaloj aty, nuk bëj rahat, shoh shumë ëndra të këqija. Më duket sikur një hije po ma merr frymën. Ti këtë shishen e ujit tani do ta morësh, do t'ja derdhësh vjerrës në krevat. Me që ata lën ty ke dhoma, ti do t'ja derdhësh vjerrës në krevat. Derdha vjerrës në krevat edhe merr këtë shishen e ujit, hidhen plera. Hidhen plera këtë shishen e ujit. Bile unë do të sugjeroja që shishen e ujit ta fusësh në një enë me ujë të kënduar, ta lejsh aty, ta pastrosh, edhe pastaj t'i vesh flakën edhe t'i thush hoxha, ka thonë kështu se e pyeta, edhe kështu ka thonë hoxha. Allahu na rujt, Allahu na rujt. Po pinim një kafe të radhës me njerëz të afërt dhe më dha lekë, tha paguaj ti kafet se nuk i dihet çfarë dore i merr dhe nuk më ecën më mbar. O Zot i madh, o Zot. Pra nuk e ka dhënë kamarierit, se mund të ketë dorë të keqe kamarieri edhe
Hajde, janë shtu, s'kemi çfarë më po. Janë shtu. Janë shtuar, kaq. A qëndron që nëse s'ke thënë bismillah s'ke avdes? Jo, nuk qëndron. Që me thonë bismillah kur merr abdes është sunet sipas mendimit të shumicës dietarëve dhe vajxhib sipas një mendimit të dobët. Ose mund të themi vajxhib, por se kjo nuk do thotë që mosbërja bismillah e bën abdesin pa vlefshëm. Thjesht ke bërë një gabim që s'ke thonë bismillah, po abdesi është i saktë. A lejo ta bësh hundën operacion? Kësaj pyetje mund të jemi përgjigj 3200 herë. Kjo është 3201. A lejo ta bësh, a mund ta bësh tot hundën operacion nëse burri thotë se e ke hundën si shkab? Hajde burr, hajde. Dhe mua thot, më ka bërë fiksim kjo gjë, thot. Se edhe që kam kurriz, edhe kur do pësohen bjerë në sy, thot shumë. Lejohet motra ime, mos e vrit mend, lejohet me pa operacion, mos e vrit mendin. Lejohet. Nuk ka asnjë problemi. Përshëndetje, ka në histori me numrin 13 se shumë njerëz e kanë si besitni. Për shembull, në disa avione nuk ka ulse me numër 13, ose hotele me numër 13 apo kate me numër 13. Kemi dëgjuar një analist opinionist dhe ka thënë se ka fat të zi. Pa larg budallëve, por aman opinionist, analist. Budallën ke gjithë me patent ose pa patent. Numri 13 fatizi. S'ka lidhje kjo, po është e vërtet, po tani ç'të bëjmë se është e vërtet, ç'të bëjmë? Është e vërtet që në disa avione shkon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ose në pra hotele, dhoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Kati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Besytni me numrin 13, pas ka lidhje me fen e Allahut. A bën mu fal namazin xumas në një mezxhit që s'ka minare dhe që s'janë në bashkësitë islame, se ka thonë një hoç që nuk pranohet namazi xumas. Një xhami apo mezxhit që s'ka minare nuk ka lidhje me saktësinë e namazit të xumas, por unë do të këshilloja që çdo xhami që nuk është në jurisdiksion bashkësisë islame, atje ku ka bashkësi islame, me shihat, atje ku ka me shihat, komunitet musliman si është këtu ke ne, duhet me pas kujdes se kush dorë menaxhon. Se mund të jenë tekfirista, mund të jenë nga këto harkistat, grupi i harkut, që i thonë vetë selefista, mund të jenë lloj-lloj race, lloj-lloj partije, lloj-lloj grupacione. Këta që janë jashtë jurisdiksionit mund të jenë shumë problematik. Kështu që ai hoxha ndoshta ka e fare drejtë, sepse e din që këta janë problematik dhe thotë jo, s'pranohet pra me kuptimin, s'bën se shkon i xhuma, tyn i dyshim. Shkon i xhuma tjetër tyn 3 dyshime, shkon xhuman tjetër tyn 17 dyshime, shkon xhuman tjetër tyn 44 dyshime dhe shkon xhuman tjetër bëhesh tekfirist me patent. S'lehosh pa e bë qafir. Ose mund të jetë nga këto të selefive, që i thon vetë selefi, harkistat, grupi harkut. Shko herën e parë, mashallah, argumentet, shko herën e dytë, herën e tretë, dietarët, tak fillo pastaj. Filoni bidatçi, filoni bidatçi, filoni bidatçi, filoni bidatçi. Edhe bëhesh dhe ti pastaj harkist, fillon dhe ti listimin. Kështu që fjala e këtij hoxhës ka fare drejtë. S'ka lidhje me minaren kjo punë, por ka lidhje me ata që kanë ngrit xhamin ose menaxhojnë xhamin. Kam një pyetje në lidhje me trajtimin e pacientit në gjendje koma, si trajtohet në Islam. Pra ai është në gjendje koma dhe mjekët konfirmojnë se truri i tij është plotësisht i vdekur. Lejohet në këtë rast fetarisht që t'i hiqen aparaturat. Nëse konfirmohet që truri i tij shkencërisht është i vdekur, lejohet heqja e tubave apo e aparaturave kështu me radhë. Domethënë ky njeri, domethënë ka marrë rrugën e ahiretit dhe nuk ka pse të mbahet, domethënë.
në atë gjendje. Ndonjëherë ndihet nevojshme kur flej lëshoj surën Al-Baqara dhe surat të tjera dhe duhet flejnë dhe duke fletur gjumë pra të jem duke dëgjuar Kur'an. Mirë po më kanë thënë se s'bën që të zërë gjumi duke pas Kur'an të lëshuar. Jo, nuk është e vërtet, nuk ka lidhje fare me fenë e Zotit, ky mohabet. Kam vepruar si më poshtë, thot si më poshtë. Kjo gjë që po them përsëritej çdo ditë. Më rrihnin gjithë familjarët e bashkëshortit, edhe pse isha sa të zënë për shembull. Vjeri më kapte duart e më rrihte sa kishte forcë, po edhe burri luante bixhozë dhe përdorte lënë narkotike, po ai kur vinte në shtëpi bonte njëjtën gjë, më rrihte sa kishte forcë. Dhe unë mora forcë një ditë dhe dola nga ajo shtëpi, po më dhan vetëm një fëmijë, tjetrin më ndalën. Djalin që nuk ma kanë dhënë më mungon shumë, të ka një muaj pa e parë dhe nuk ma tregojnë në kamera. Nuk dojë dot nga dhimbja që kam shumë e madhe, çdo natë me lotë të sy e kujtoj birin tim. Denoncojnë polici. Këta nuk janë njerëz. Pra rastin fjalë, ka qenë një sprovë për ty, e martuar me jo njerëz, ke vajtë një shtëpi që nuk janë njerëz, mund t'jenë jashtëtoksor, mund t'jenë gjin, mund t'jenë çfarëdo që, po vetëm njerëz nuk janë këta. Kështu që motra ime, ti që ke këtë siklet, denoncoj dhe merri fëmijët dhe je në rregull. Kam parë shumë besimtarë që kanë shenja si pulla në ballë. Kam unë? S'punë race. Ka njerëz që janë raca të caktuara që kur binë sejdë ju formohet kjo si pull, po s'ka lidhje me besimin dhe me besimtarët. Është si puna njonit që kur shkojshim në haxh, herët bëhet fjalë, i fusim ka i xhamen e ke Ibrahimi. Edhe kur vinë haxhit, ishin gjithë pulla këtu. Edhe njoni s'kishte bë. E të kalu policin, atë në rinas, i thot ai polici, po ti thot ku i ke ato vullat, i thot haxhiut. Po ti thot ku i ke vullat, se ku kishe kujtu se atë në haxh kur ba haxhin të vullosin. Dlejnë vull. Kurse vjen një herë baba njonit, tha mu, ora, më ka gjetë belaja me çunit. Tha shumë pse? Më duket se ka kalu me ato të kajdas. Tha shumë pse, ku e kuptove ti? Po i kanë vull ca vulla, thot, në kokë. E kanë vullos ata të Al-Kaides, thot, në kokë. Thash nuk janë vulla, burë për një xhame. Çfarë është xhamja? Thash kupa për të nxjerrë gjakun e keq. Amman pas kujtohu se mos i kanë vullos ata dha. Mos i kanë vullë. Të ngjarjet vërteta të dyja. Jam një zoj, kam 5 vite që bashkëpunoj me një djalë. Po ç'është kjo bashkëpunoj o burr? Në Islam martohet robi ose s'martohet? O martohet, o s'martohet, nuk ekziston në Islam fjala bashkëpunoj. Se kishte dalë një nga këto shija të Kosovës, që thotë koca ime bashkëpunon. S'është feja jone, s'ka lidhje me Islamin. Në Islam ka martohesh, nuk martohesh, kaq, bashkëjetoj thotë. Ai më shan më ofendon. Në bashkëjetesi jeni, s'ka asnjë përgjegjësi ndaj teje. Kështu që o martohu tamam me familje, me ligje, me celebrime të gjitha dhe jeto si njëri tamam, që është kjo bashkëjetesë. Në Islam nuk ekziston kjo gjë. Kam gjetur një karamel në vazën e lulës. Hajër inshallah, kemi thonë çfarë duhet më bën tilla raste, digjet më e pak të gjë. A lejohet gruas të vozitet me motor bicikl me burrin e vet dhe gruaja është në mbulesë? Po si jore, s'ka asnjë problemi, shumë mirë biles. Okej është, çdo gjë. Jam një person që gjithë jetën kam bërë mirë dhe jam njëri shumë pozitiv. I ndihmoj dhe atyre që nuk kanë lek, por nuk e di pse lutjet e mia nuk pranohen, nuk e di pse nuk kam fat. Dua të di ku është problemi. S'ka asnjë problem. Kur bëm mirë mos prit patjetër e mira të shpërblehet. Fal namaz notë. Fal namaz rregullisht, fal namaz natë. Sillu mirë me prindërit, ruaj lidhjet me gjakun.
përmend Zotin sa më shumë, ushqeu me halal. Urtësitë e Zotit nuk dihen. Pse nuk pranohen lutjet, nuk do të thotë se s'do Zoti fort. Ndoshta nuk pranohen se janë dëmin tënd. Ndoshta nuk pranohen se Zoti tru nga fatkeqësitë. Ndoshta nuk pranohen se Zoti ka përgatitur për ty diçka në botën tjetër. A ka ndonjë lutje kur je e mërzitur nga jeta, nga ngjarje që kanë ndodhur dhe që të kaloj mërzia? Po. Merr abdes. Fal 2 rekat namaz. Lutu Allah, ta largoj. Çau natën, i orë namaz, bam, 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 bam. Si do të largohet mërzia? Me llafe? Nuk largohet me llafe. A ke mërzi? Po. Ora 2 e natës, çau, abdes. Allahu Ekber, 2 rekat, selam. Allahu Ekber, deri në 3, i orë namaz natë. Pasha Allahu nuk ka mërzi që rrin. Fluturon mërzia deri në ditë kiametit. Po ne duam kështu fast zgjidhje. Duam zgjidhje kështu të shpejt. Çfarë të bëj që të më hiki? Po jo mërsa ajo ka arsye që po ndodh. Vetëm lidhja me Allahun e fortë i shkatron. E largon. Prej duave, për shembull, është lutja Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi wa dhahaba ghammi. Këto janë lutje që mund të bëhen. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah sa më shpesh, sa më shumë. Salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Pra është prej lutjes. La ilaha illa Allahu al-azim, la ilaha illa Allahu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul ard, rabbul arshi, rabbul ardi wa rabbus samawat. Pra sa më shumë përmendet Zoti, sa më shumë të lidhet njeriu me Allahun, aq më shumë largohen këto brenga të shqetësimit. Kur kemi zënga me prindrit tanë, dhe prindrit janë fajtorë dhe dëshmitar për këtë është Zoti sigurisht. Unë e di që duhet të rregojmë sërish respekt ndaj tyre dhe mos ta ngrejmë zemrën. Pa marr gjunajin nëse unë nuk flas fare. Djo, nga njerë mos e fol mja fare, është problem i madh. Si? Nga njerë mos e fol mja fare, është një bjeri si i bjerë mirë, e mërzit më fort. Shi më mirë të mba halal, po mirë hajër isha, dhe mba halal. Kërkoj halal i unë kotë, se sa kur ri pa fol, se kur ri pa fol, thotë e po më vend loj, shef s'foli fare, bjeri babe, bjeri si i bjerë mirë. Kështu që hajër isha, la e rëndësishme është që tani prindrit mund të jenë në mentalitet tjetër, mund të jenë në ritmë në formë tjetër, e ku dëgjon etj. Por ne si fëmijë duhet i respektojmë prapë se prapë. Duhet i respektojmë, duhet durojmë. Ndoshta sprova jonë në kësaj bote është prindi. Kështu që me duru se ne e kompenson Allahun në formë tjetër. A është i papëlqyeshëm apo haram emri Alex? Ora ne kemi thonë 1.242.000 herë. Emrat shifen te kuptimi që kanë. Ka kuptim të mirë emri? Elhamdulillah. S'ka kuptim të mirë? Iku muhabet. Jetoj në Angli e fal namaz në shtëpi, sepse kam xhami një orë larg e can këmbë. Për shembull nëse ezani i namazit drekës në orën 1 të drekës. A është gjëna që ta fal një orë më vonë? Jo, s'ka se dhe problemi fetarisht. Koha e namazit në kupton kur fillon dhe kur mbaron. Për shembull, tani e kemi hyn dreka në 12:52 dhe mbaron në orën 16:51. Dreka mund të falet nga ora 12:52 deri në orën 16:51. Flasim tani, është sa është data sot? Data është 3 Muharrem 1446 ose 9 Korrik 2024. Se këtë pyetje mund ta shohë dikush mas 20 vjeç. Thotë orë, ç'në orë? Dreka. Ka thënë ai i Shkupit, është njëri që unë i them gomar, edhe po të fluturoj njëri që del si shqiptare me ai tipi, s'du t'ja përmend emrin se bëhet pis xhamia po ti përmendet emri.
bëhet pjesë xhamia. Ka thonë ky, ai që është, unë kam thonë gomar edhe po të fluturoj. Ai është edhe po të fluturoj, ai I Shkupit që del si shqiptar kështu. Ka lidha të bën si komentatori I Islamit. Unë nuk kam pa njëri më gomar në jetën time se sa ai, pasha Allahun. Sepse ka njerëz të paditur, ka njerëz ignorant, ka njerëz, po më hajvan dhe gomar njëri në jetën time se sa ai nuk kam parë. Ja çfarë pas ka thënë, e reja e tij e fundit. Thot, ja. Mas pari, thot, ka beqi, ka thënë. Thot, mas pari, pra, Allahu Ekber thot nuk ka në Kur'an. Dhe më thonë, është e shpikur, nuk ekziston. Po fjala e Zotit, u e kebirhu tekbira. Kebirhu tekbira. Madhëroja Allahun duke bërë tekbir, Allahu Ekber. Farnajta unë, ai nuk futet, edhe ky është si ajo soi I racës që lexuam pak më herët, nuk futet fare tek insanliku, nuk futet, s'ka lidhje fare. Kam një pyetje për leximin e ajetit Kursi, kam dëgjuar nga një afërt se në fillim të surës duhet themi vetëm eudhu billahi min shejtanir rajim. Ajeti Kursi nuk është sure, pra është ajet. Pra nuk bëhet bismillah kur lexohet ajeti Kursi, po thuhet vetëm eudhu billahi min shejtanir rajim, kështu që ai e ka në rregull ai. Se plotësova pyetjen se I kishte ngel hatri këtij pse s'duhet më thon bismillah. Kështu që ka drejt ai miku jot. Nusja do më ndan nga vllai se është dashuruar me dikant tjetër, po tash ajo po thot se I takon lirat që I ka marr kur, domethënë, edhe do me ik, po do me marr dhe lirat e Florinit. Jo, I thoni kësaj që vazhdo se nuk të takon asgjë. Siç ka ardhur në ditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, tha, do të ndash, tha, po, unë kam ndarë mendin. Atëherë tha, kthej kopshtin që I ke marrë. Se kishte marrë për meher kopësht. Një kopësht madh. Tha, ktheja kopshtin burrit edhe ik. Kështu që edhe kjo, edhe të iki me burr tjetër, do të marrë lirat që e ka e zgjut. Kështu që si takon asgjë. Në xhaminë e qytetit ton kanë vendosur që ta trasin ezanin me incizim. Normalisht kjo gjë duhet kthehet tek bystinia e atij vendi ku jetohet, por origjina është që ezani duhet thrit me insan. Pra njeriu duhet ta thrasë ezanin dhe jo kaseta. Unë rroj në Norvegji, pra jetoj në Norvegji, mirë kam ardhur në pushim Maqedoni do të 2 muaj. A të vazhdoj të shkurtoj namazet dhe të bashkoj? Jo. Sepse në Maqedoni ti e ke shtëpia jote. Kështu që nuk mund t'i shkurtosh, as nuk mund t'i bashkosh. Jam një motër që jam mbuluar thot para 1 muaji e gjys. Dhe kam parë në ëndër sikur po thosha shahadetin. Elhamdulillah. Unë nuk komentoj ëndra. Po mirë, gjë e mirë, elhamdulillah. A duhet me prej kurban brenda 7 ditëve kur lind fëmia? Jo brenda 7 ditëve, po ditën e 7 e mbrapa. Si të veproj për mobiljet në shtëpinë time që I kam prekur me duar të pista? Pra në xhaset, pistlik tamam sipas fesë. Ndërkohë që unë kam qenë atëherë pa uzuar në Islam, po s'ka lidhje burri dhe çfarë lidhje ka ajo punë. Stresi zero. Zeroje stresin, çoje zero fare dhe vazhdoj jetën. Si jemi me kohën? Atëherë kemi 2 pyetje të fundit. Nëse kurbanin e therr me thik dhe me bismillah nga një musliman, po për arsye kontrolli e bën dhe me korrent. Ke parasysh kur janë kurbanet mëdha, ku dëgjon e godasim pak me korrent, që ta rrëzojnë, që ta menaxhojnë. S'ka problem fetarisht, përderisa s'ngordh. Dhe kjo goditje me korrent zakonisht nuk ngordh, që do të thotë, po ta lejsh 2-3 orë, merr arratin prap. Lopa ose dhia apo delja, kështu që nuk përbën problem fetarisht. Më e mira është që jo.
më e mira është që jo, po nëse përdoret për menaxhim, për shembull ajo është viç 300 kg. S'ta menaxhosh atë. Kështu që nuk ka problem fetarisht, nuk ka problem nëse s'ka mënyrë tjetër për të menaxhuar situatën. Pyetja e fundit, jam një motër që falem 5 vakte agjëroj për 26 vitesh. Mashallah, alhamdulillah. Am pranohen gjitha këto duke qenë se unë nuk jam embuluar dhe gjatë verës shkoj në det. Ne nuk e dim se çfarë pranohet, ç'është pranohet, atë e di Zoti. Unë jam hoxh, nuk e di këtë muhabet. Por namazi, nëse është fal në rregull, është në rregull. Nëse agjërimi është bërë në rregull, është bërë në rregull. Mbulesa është gabim, po s'ka lidhje me namazin. Është gabim, po s'ka lidhje me saktësinë e namazit, as me saktësinë e agjërimit. Po kështu dhe vajtja në det, nëse shkon në det, ku është halal, s'ka probleme, s'ka problem. Nëse shkon aty ku është haram, është gabim. Por kjo nuk prish as namazin, as agjërimin. Zoti na udhëzoft tek më e mira dhe tek më e drejta dhe tek e vërteta. Amin. Mirë vëllezër, Zoti ju shpërbleft, dhe motra m'falni. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju shpërbleft me xhenet.